Këtë të diel, publiku pritet të ndjek një nga emisionet më të komentuara të sezonit në programin e Robert Berishës. E ftuar speciale është ish bashkëshortja e tij këngëtarja e njohur Nora Istrefi. Një takim televiziv që ka ngjallur reagime të shumta që prej publikimit të promos. Kimia mes dyshes, pavarësisht viteve që kanë kaluar nga ndarja, mbetet e pandryshuar dhe kjo vjet të re qartë në pamjet e para. Shikimet, buzëqeshjet dhe batutat e tyre kanë mjaftuar që ndjekësit të aludojnë se marrëdhënia e mirë mes tyre vazhdon të jetë e fortë. Nora ka zgjedhur të hyjë në studio në tingujt e hitit të saj Natën. Mirpo ajo që ka tërhequr vëmendje të madhe është vargu specifik që dëgohet në çastin e hyrjes apo të mungojë Natën. Për shumë ndjekës, kjo nuk është as pak zgjedhje e rastësishme, duke interpretuar si një mesazh të nënkuptuar, ndoshta një ngacmim i lehtë për Robertin. Kulmi i promos vjen kur Roberti me humorin e tij karakteristik zgjat Norës një unaz. Në sfond dëgohet ai të drejtohet: "A je i lirë më 4 shtator se jam duke u martu?" Edhe pse nga pamjet nuk zbulohet i gjithë konteksti, nëse është skeç, loja apo thjesht një batutë spontane, ky fragment i shkurtër ka qenë i mjaftueshëm për ta shpërthyer rrjetin me komente, aludime dhe teori të ndryshme.